Në qendër të Katmandus, në Nepal, në një nga tempujt më të vizituar, po jo më i famshëm, kuptohet, tempullin e Kamasutrës. Natyrisht Kamasutra për pjesën më të madhe të atyre që shohin këtë video lidhet me seksualitetin, edhe guida na tha të njëjtën gjë, por ky tempull që shihni këtu është ndërtuar rreth 500 vjet më parë për të edukuar seksualisht qytetarët e Nepalit. Në këmbët e kolonave të këtij muri janë të gdhëndura të gjitha figurat seksuale që sot njihen si figurat e Kamasutrës, dhe siç thot shoqëruesi, ndërtimi i këtij tempulli kishte si synim që çiftet e reja të mund të edukoheshin seksualisht. Shihni figurat që sot gjenden në çdo libër të Kamasutrës, edhe pse sipas shoqëruesit Kamasutra është një gabim, një keq kuptim i madh sot në botë. Ky është tempulli i Kamasutrës, por tempulli u ndërtua qindra vjet më parë për të ndikuar në edukimin seksual të qytetarëve të Nepalit. Pamja është fantastike në atë kohë për arsye të keqkuptimeve që ndodhin. Shumë veta kishin probleme me seksualitetin e tyre dhe ata u orientuan te ky tempull që po shihni këtu, i cili shërbente si një tempull për edukimin seksual të qytetarëve. Gjëja më interesante është se Kamasutra, sipas guidës son, nuk ka lidhje me seksualitetin, do të thotë të shprehësh emocionet, pra të shprehësh emocionet dhe nuk ka lidhje drejt për drejt me seksualitetin siç jemi mësuar ne ta njohim sot në Europë. Është në qendër të sheshit më të madh, Durbar Square në Nepal, në Katmandu të Nepalit, i cili është njëkohësisht dhe një pasuri e rëndësishme e UNESCO-s. Gjithçka rreth rrotull është pjesë e pallatit të vjetër mbretëror të Nepalit, po mundohem t'ju jap një pamje të plotë të gjithës, ndërkohë që ky është një prej tempujve në pjesën e jashtme të pallatit. Shihni statujen. Ky është personi që qëndron në tempull. Kjo është pjesa e qirinjve që ndizen. Pallati mbretëror ka pësuar një goditje shumë madhe me tërmetin e frikshëm që ran Nepal, një prej tërmeteve më të rëndë që ka ndodhur në historinë e botës. Ja u ktheva prapë tek Kamasutra, po shkoj prapë tek pjesa e asaj që quhet pjesa e edukatës seksuale. Çiftet e reja vinin këtu për të parë pozat e Kamasutrës dhe për t'i zbatuar ato, ndërkohë që thash është pjesë e sheshit jashtëzakonisht bukur të Nepalit. Nepali është një nga Katmanduja, është një nga vendet më të vizituara të botës për arsye të kulturës jashtëzakonshme budiste, hindu, që ka, dhe njëkohësisht për hir të historisë jashtëzakonshme. Nepali, Bangladeshi, Pakistani, India kanë qenë pjesë e Indisë britanike, ndërkohë këtu jam në pjesën e pallatit mbretëror, që do ishte mirë ta shihni edhe në pjesën e brendshme të tij. Shihni edhe një herë pjesën tjetër. Pra Durbar Square për momentin. Do futem dhe brenda t'ju tregoj më me detaj. Jam brenda pallatit mbretëror të Katmandus, pallati që ka shërbyer deri në fund shekullit XIX, fillim shekullit XX. Pamja është shumë e bukur. Është dëmtuar shumë rënd nga tërmeti. Pallati, megjithatë mbetet impresionues kur e sheh, po të mendosh që është ndërtuar rreth 500-600 vjet më parë. Dhe është pjesë e gjithë sheshit pasuri e UNESCO-s. Edhe një ushtar që qëndron në roje. Brenda janë fotografitë e mbretërve të Nepalit. I can go inside? Janë dhe fotot e mbretërve të Nepalit, që prej vitit 1723 janë të gjithë figurat mbretërore që kanë drejtuar Nepalin.
fundit fare është në vitin 1951, kur Nepali ka humbur mbretërinë, pra, dhe është kthyer në republikë. Nepali është shumë i njohur për protestat e fundit qytetare që quan rrëzimin e qeverisë dhe ngritjen e qeverisë e tre që drejtohet nga një reper për momentin. Ndërkohë, vetëm një det për afërt se si mund të hymë në gjithë këtë pjesë. Shoh prapë që mund të ketë gjëra tjera për të parë brenda. Kjo është pjesa e qendrës historike të Nepalit. Nepali u bë i famshëm vitet 70, kur pjesa më e madhe e hipive që kontestonin sistemin dhe mënyrën e jetës dhe kërkonin lloj liberalizmi në shoqëritë europiane. Po ky ku merdi? Vendosën të kthenin Katmandu në kryeqytetin e hipive botror. Ende sot mund të gjesh shumë njerëz që vinë nga ajo kohë, europian, që kanë mbi 50 vjet që qëndrojnë në Nepal, shihni ngjyrat e jashtëzakonshme të veshjeve tradicionale të Nepalit. Dhe ky që do të më shesi thik. What is this? Kukuri, Gurkha knife. Gurkha knife. Yes. What I can do with this? Souvenir, present for someone. Very dangerous. No danger. How much? 3,000 Nepali rupees. Do të më shesi, but I don't have Nepali. Oh, dollar? Dollar. How much dollars? 25. $25. Oh, I don't have it. No? Është, do të shesi pa tjetër, ka punë vetë. Shikoni pjesa tjetër $20, okay. e qendrore. $20. No, thank you. 20. No? No, 20. Është gjithë pjesa qendrore. Pra, sigur se tash që për asaj kohe, Nepali u shndrua në një qendër të rëndësishme të hipive, sidomos për hir të përdorimit të marijuanës. Por pjesa më e madhe e kësaj zone, që ju sot e shihni një pasuri e rrallë e UNESCO-s, u rrënua nga tërmeti i fillimit të shekullit. Edhe andej është një rrugë shumë e bukur, më mend që kur kam qenë herën e parë në Nepal, në atë zonën atje. Ky është pallati mbretëror i Nepalit. Që tani i bie eci në pjesën e fundit për dalë nga qendra. Kjo është pak a shumë qendra e Nepalit me tempullin e Kamasutrës, si mund të konsiderohet shkolla e parë e seksit në botë që 500-600 vjet më parë. Dhe këtu dilet një shesh tjetër pasaj më tradicional. Katmandu, Nepal. Vend shumë i çuditshëm, vlen për të parë, nuk është lartësi shumë e madhe dhe që ka disa nga tempujt më të veçantë të globit të besimit hindu. Kjo është pjesa tjetër, pastaj pazari hapur i kësaj. Pjesa e pazarit në mes. Katmandu, Nepal.